rrethanat e mia, ndjenjat e mia, simptomat e mia, problemet e mia, nuk janë Zoti im. Jezusi është Zoti im. Unë e besoj në zemrën time dhe e shpall me gojën time. Unë besoj që Bibla është fjala e Zotit. Dhe unë shpall që kjo është Bibla ime. Dhe Bibla thot se unë jam i bekuar, jam i shëruar, jam i çliruar, jam i begatuar. Unë kam fitoren. Unë e marrë sot fitoren e emrin e Jezusit. Dhe unë nuk do të kem frikë asnjë gjë e keqe. Sepse unë kam siguri në Zotin tim. Zoti është bariu im. Dhe asnjë gjë nuk do të më mungojë. Ai më çon në kullota me bardhë të njom. Unë e qetësoj shpirtin tim tani. Unë marrë paqen në emër të Jezusit. Amen. Halleluja. Lavdi Zotit. Është kënaqësi që jemi të gjithë bashkë, edhe që adhurojmë Zotin. Bashkë me Aidën dijeshim në Maliq, sepse ndroi jetë babai një pastori dhe ne shkuam për ta inkurajuar. Fjetëm gjatë natës në Pogradec, edhe pastaj thamë do ikim të adhurojmë Zotin me kishën tonë. Edhe nuk na ndan asgjë që ne kemi dëshirë të zjarë të adhurojmë Zotin së bashku. Dhe Bibla thot, mos hiqni dorë nga të mbledhurit së bashku. Tema për sot do të jetë, unë nuk do të kem frikë. Shpalleni, unë nuk do të kem frikë. Thuaj njëri tjetrit, mos ki frikë. Sepse Zoti është me ty. Psalmi 23 vargu 1 thot, Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungojë. Dhe vargu 4 thot, edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, mund ta thoni. Nuk do të kisha frikë asnjë gjë e keqe. Sepse ti je me mua. Shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Edhe sikur ta mësoni përmendsh Psalmin 23 do ishte shumë mirë për ju. Ne jetojmë në këtë botë që është e rënë në pushtetin e mëkatit. Në këtë botë Jezusi tha, ju do të keni mundime, ju do të keni probleme. Ju do të përballeni me lugina të vështira. Dhe David ju përball me luginën e hijes së vdekjes. Edhe të përballesh me vdekjen nuk është aq e lehtë. Por ai tha, unë nuk do të kem frikë. Pra ai foli për të ardhmen. Ai nuk tha nuk kisha frikë. Ai nuk tha nuk kam frikë tani. Por ai tha, unë nuk do të kem frikë. Dhe shumë e rëndësishme që ne ta shpallim ditë për ditë. Dhe ne do të jemi si Davidi, që të shpallim, unë nuk do kem frikë sot. Çdo mëngjes, Zoti është bariu im, unë nuk do kem frikë. Zoti është bariu im, asgjë s'do më mungojë. Zoti është bariu im, ai më çon në kullota me bardhë të njom. Zoti është bariu im, ai më drejton pranë ujrave të qeta. Sa nevojë kemi për qetësi. Kemi nevojë për paqe, por kemi nevojë edhe për qetësi. Se ndonjëherë trazojmë nga brenda, trazojmë dhe kjo është arsye pse shpesh ndodhin konflikte, për shkak se njerëzit janë të trazuar. Po kur je i trazuar, ku do të vesh? Shko te burimi. Kush është burimi? Burimi është fjala e Perëndis. Dhe kur ti pi ujin e freskët të fjalës së Zotit, ajo të shplodh. Amen. Halleluja. Pra mos jetoni të shqetësuar, të kapluar nga frika, ose duke menduar vazhdimisht se çfarë do të më ndodhi nesër. Ka shumë njerëz që thonë, u gdhi dita, po kush e di se çfarë do më ndodhi sot mua. E parandije ju. E po nëse parandihen thuaj, unë nuk do kem frikë në emër të Jezusit. Çdo gjë e keqe nuk mund të më ndodhi mua në emër të Krishtit. Unë pres që të më ndodhin gjëra të mira. Dhe krijo pritshmëri të mira. Bëje Zotin bariun tënd njësoj si Davidi. Dhe ndërsa Zoti është bariu yt, ai kujdeset për ty.
ai nuk të ka sjell deri këtu që të lëri vetëm që të braktisi ty. Pra nëse ke ardhur deri këtu, nëse ke ardhur deri sot këtu, profeti Samuel tha Ebenezer, që do të thotë deri këtu Zoti na pruri. Lavdi Zotit që Zoti ka sjellë ty deri këtu. Por nuk do të lëri këtu. Pse? Sepse ai do të çojë diku tjetër. Ai do të lëvizë ty. Edhe gjithmonë Zoti thoshte, shëndëroni, bëuni gati. Pse? Se unë nesër do bëj gjëra të reja për ju. Nesër do bëj mrekulli, nesër do bëj shenja, nesër do derë bekimin, nesër do derë manë të re. Madje atyre i thuaj që ditën e premte duhet të mblidhni manë vetëm për të shtunën, mos mblidhni manë për të dielën. Pse? Sepse të dielën unë do jap manë të re. Prandaj do t'ju them sot, mos u merakosni për të ardhmen. Dorëzoheni të ardhmen tuaj në duart e Zotit. Davidi gjithashtu tha, me siguri, dhe në qoftë se ju lexoni Psalmi 23, është përsëritur kjo fjalë, me siguri ju do të shihni bukuri në vend të problemeve. Në vend të situatave të vështira, ti do të shikosh bukuri. Me siguri, fëmia im do të kthehet në rrugën e drejtë. Ndoshta ti mund të kesh një fëmijë ose ndonjë mbes që nuk është në rrugën e drejtë, nuk është në rrugën e Zotit. Ndonjë vëlla, ndonjë motor, unë nuk e di. Por ama nëse ti ke një shqetësim për këtë gjë, ti do të thuash me siguri, djali im, goca ime, nipi im, daja im, motra ime, vëlla im do kthehen në rrugën e drejtë. Dhe ti duhet flasësh me siguri. Me siguri, situata ime do të ndryshoj për mirë. Pse? Se Zoti merr atë që djalli ka nisur për keq dhe e kthen në favorin tënd. Dhe ti duhet të thuash sot, ajo që është nisur për keq do kthehet në favorin tim. Me siguri, besnikëria e Perëndis do të shfaqet në jetën time. Pra ne do të jemi të sigurt që Zoti do të shfaqet. Dhe unë besoj që Zoti do të thotë ty sot, mos ki frikë. Zoti po flet personalisht me ty sot. Unë doja që të gjithë mbyllni sytë edhe ta mendoni këtë fjalë. Zoti thot, mos ki frikë. Biri im, bija ime. Unë jam me ty. Mos u tremb, sepse unë jam Perëndia yt. Unë të forcoj. Po, unë të ndihmoj dhe unë të mbaj me të djathën time fitimtare. Zoti do të ndjeri ty fitimtare. Le të vazhdojmë të ecim përpara me besim. Në ditët tona të mira apo të këqija, ne duhet të ecim përpara me besim. Dhe ne duhet të kapemi fort pas dorës së Zotit. Pengesat që po përballojmë tani nuk kanë ardhur për të ndaluar ty. Nuk kanë ardhur për të trequr ty poshtë, por kanë ardhur që të forcojnë ty të ecësh më lart, të ecësh më përpara. Ato na përgatisin për të shkuar më tej, për të shkëlqyer lavdinë e Perëndis, për të hyrë në plotësinë e destinacionit, planit që Perëndia ka për ty dhe për mua. Prandaj nëse ti je duke kaluar një provë në ndonjë luginë, qëllimi i kësaj lugine është që ti të ecësh lart. Nuk është rastësi që Davidi shkroi Psalmin 23. Përpara se sa ai të thoshte edhe sikur të ecje në luginën e jetës së vdekjes, nuk do të kem frikë asnjë gjë e keqe, ai filloi me këtë të vërtetë. Zoti është bariu im. Davidi ishte bari, dhe ai e dinte çfarë do të thoshte që Zoti është bariu im. Pse? Kush e ti sa herë ai do t'i ke thënë qengjave të tij, mos ki frikë se jam unë këtu. Dhe Zoti thotë ty, ti je qengji i Zotit. Zoti të thotë ty, mos ki frikë sepse jam unë këtu. Davidi nuk mbështeti te forcat e veta, por te siguria që kishte në bariun e tij. Prandaj sot mos u mbështet te forcat e tua. Mos u përpiq të mbash çdo gjë në kontroll, por mbështetu te siguria e bariut. Ai kishte një bindje të thellë të shumë i larti
sa ai po e ruante dhe po e udhëhiqte në çdo hap që Davidi hidhte. Dhe ky është mesazhi për ne sot. Siguria jonë nuk qëndron te rrethanat. Siguria jonë qëndron te bariu. Pyeti, kush është bariu? Jezusi duhet jetë bariu. Jezusi tha te Gjoni 10, unë jam bariu i mirë dhe unë jap jetën për telet e mia. Sot dorëzoja jetën tënde, dorëzoja frikrat e tua atij. Në çfarë do lloj faze që ti ndodhesh, në çdo lugin që je duke kaluar, ai është me ty. Ai është rruga. Jezusi tha, unë jam rruga. Ai është mbrojtja ime. Ai tashmë ka siguruar fitoren për ty. Fjala e Zotit thotë që ai u ringjall prej së vdekurit dhe ai kaloi në luginën e hijes së vdekjes. Dhe ky varg ishte si një profeci për Jezusin. Pse? Sepse ai kaloi në luginën e vdekjes. Dhe ai u ringjall. Dhe u ringjall për ty dhe për mua. Le të bëjmë këto shpallje sot. Besimi qëndron në zemrën tonë, në mendje dhe në gojën time. Unë nuk do të kem frikë, sepse Zoti është bariu im dhe ai kujdeset për çdo hap të jetës time. Unë nuk do të kem frikë, sepse Perëndia është me mua në çdo lugim. Asnjë keqje nuk do mund të më poshtë. Unë nuk do të kem frikë, sepse Zoti po hap një rrugë aty ku unë nuk shikoj asnjë rrugë. Unë nuk do të kem frikë, sepse familja ime është në duart e Perëndisë dhe premtimet e Tij do të përmbushen. Unë nuk do të kem frikë, sepse hiri dhe mëshira, mirësia e Zotit do të më ndjekin çdo ditë të jetës time. Unë nuk do të kem frikë, sepse Jezusi ka fituar tashmë. Ai fitoi betejën time, që unë të jetoj, të eci dhe të gëzoj me fitoren e Tij. Unë nuk do të kem frikë, sepse ardhmja ime është në duart e shumë të lartit. Dhe ditët e mia më të mira janë përpara meje. Në emrin e Jezus. Amen. Halleluja. Një mësim tjetër që ne mësojmë nga Psalmi 23 dhe mësojmë përmes mbretit David është vargu 2 dhe 3. Fjala e Zotit thotë, ai më çon në kullota me barë të njom, më drejton pranë ujrave që të çlodhin, ose që t'japin qetësi, ose që t'japin paqe. Ai ma përtërin shpirtin, më çon në vështigjet e drejtësisë, nga dashuria që ka për emrin e Tij. Mësimi për ne sot është jeto në ujrat e qeta, sepse ato do të çlodhin. Kur vinë mendime frike, shqetësimi, ankthi dhe paniku, ne duhet ta dimë se nga vinë. Kush është burimi i tyre? Shpesh njerëz më shkruajnë, pastor Aman, lutu se kam një goditje ankthi ose një goditje paniku. Unë lutem, po ajo që unë i drejtoj ata është shpalle me gojën tënde. Pse? Sepse ke besuar gënjeshtrat e të ligut dhe je duke jetuar në ujrat e qelbura. Ne do të jetojmë ku? Te burimi i ujit të Zotit. Cili është burimi i këtyre mendimeve të këqija? Ne e dimë që djalli vjen si një luan vrumbullues. Vrumbullues do thotë që trazon, që frikson. Dhe ky është burimi. Dhe çfarë do të bëjmë? Ne nuk duhet të pijmë ujë dhe nuk duhet të pranojmë ato mendime, por duhet të shkojmë tek fjala e Zotit. Mos u ndal te frika, mos u ndal te shqetësimi, mos u ndal te problemet, po ndalu te fjala e Zotit. Fjala e Zotit thotë te Isaia 30:15, sepse kështu thot Zoti, Zoti i shenjtë i Izraelit,
duke u kthyer tek unë dhe duke mbushuar tek unë, do të shpëtoni. Forca juaj qëndron në qetësinë dhe në besimin tuaj. Pra, ne jemi në stinën e verës dhe shumë në nxehtë. Sa do të dëshironi kur jemi në mes të diellit për një pemë që të shkojmë atje dhe të qëndrojmë në hijen e Zotit. Kur ne shkojmë në hijen e Zotit, ne freskohemi. Kur ne shkojmë në ujërat e qeta të Zotit, ne marrim paqe. Kur ne shkojmë në kullotat e Zotit, ne ushqehemi dhe shumë besimtarë kanë probleme me kullotën. Ne do të shkojmë si delja që shkon në kullotën e Zotit dhe ne do të shkojmë të ushqehemi dhe të kullosim në fjalën e Perëndis. Fjala e Perëndis duhet të qëndrojë në gojën tonë. Tani Davidi e ka kënduar Psalmin 23. Edhe ne kemi historinë që kur ai mundi Goliatin, edhe më pas ra në sy të mbretit. Mbreti ishte i demonizuar, thot Bibla, dhe kishte problem. Çfarë bënte? Thriste Davidin që këndonte këngë, dhe ndërsa Davidi adhuronte, demonët largoheshin. Mbreti qetësohej. Ndoshta mund të kemi njerëz që janë si Sauli që të përndjekin. Çfarë do të bëjmë? T'ja rregullojmë qefin. Jo. Adhuro. Bëj si Davidi. Këndo Psalmin 23. Dhe ai duhet ta ketë thënë mira herë në ditë. Unë e di që çopën çobanët, kush e ka parë filmin Odisea kohën e fundit. Ky riu që ka dalë me këngë polifonike, labe, i jugut, ka dalë edhe me fjoll, cila dynjare i themi ne. Çobanët argjojnë kohë duke kënduar, shtynë kohën duke kënduar. Ca këndojnë mirë, ca s'këndojnë mirë, është punë tjetër këtë. Por ata e shtynë kohën duke kënduar. Davidi e shtynë kohën duke kënduar. Por sot njerëzit e shtynë kohën duke qëndruar në telefon. Sot njerëzit e shtynë kohën duke parë filma, duke shkuar, duke u argëtuar me botën. Është shumë e rëndësishme që ne ta shtyjmë kohën me Zotin. Dhe kur ti e kalon kohën tënde, duke u lutur, duke lexuar fjalën, duke adhuruar Perëndin dhe duke rrëfyer fjalën e Zotit. Jo frikërat. Ka shumë njerëz që duan vërtet të bisedojnë me njerëzit, më mbledhën një lëmsh këtu, edhe duhet të flas shqetësimet e mia. Jo. Mos I fol. Se nuk do arrish në asnjë. Ndrysho mënyrën e të bërit gjërat. Fillo dhe fol fjalën e Zotit. Fillo dhe fol me besim. Nuk të çliron për momentin ajo që ja the dikujt të çlirua. Por ja the edhe dikujt tjetër, sepse ne srim do t'ja themi njëri, pastaj ja themi tjetrit, pastaj ja themi tjetrit. Edhe pastaj themi po, si na dolën sekretet ne. Po, mos e hap shumë gojë. Po, mos e hap shumë gojë. Thuaja Zotit sekretet. Por më shumë fillo dhe fol kush je ti në Krishtin. Fillo dhe fol fitoren dhe qëndro në ujëra të qeta. Ne duhet të mësojmë si të qetësojmë shpirtin tonë. Ka një mënyrë që ne mund të qetësojmë shpirtin tonë. Ne mund të marrim frymëthellë dhe themi jam I sigurt në Zotin. Ndonjëherë ti e marr një premtim nga Zoti dhe nuk po shikon të realizohet. Edhe pastaj mendimi vjen dhe thotë që pse nuk po ndodh. Ndoshta kjo, s'ka qenë nga Zoti. Jo. Ti duhet të marrësh frymëthellë, të qetësohesh dhe thuash Zot faleminderit për premtimin. Ti do të realizosh premtimin. Pse? Se Zoti do ta bëjë. Zoti nuk ka qëllime kundër teje dhe as kundër meje. Zoti nuk do të keqen time. Ai do të mirën time dhe të mirën tënde. Por si besimtar ne duhet të dallojmë mes gjërave të përkohshme dhe gjërave të përjetshme. Pali thotë që ne duhet të ngrejmë syt lart për të kërkuar gjërat që janë atje lart. Ne nëse kemi marrëdhënie me Biblën, ne e dim shumë qartë se ç'është vullneti I Zotit, sepse Bibla na e tregon vullnetin e Zotit për jetën tonë. Prandaj pusho pak nga çdo gjë negative
Edhe nëse ke gjëra negative në jetën tënde, ti mund të thuash sot është e përkohshme. Nuk është e përjetshme. Le të mbyllim syt, me pak ushtrime sot. Merë thellë. Thuaj, gjërat negative janë të përkohshme. Unë sot shpall se kam bekime dhe kam gjëra pozitive në jetën time dhe unë krijoj pritshmëri. Unë thëras gjërat që nuk janë sikur të jenë. Unë kam sukses. Unë jam i pranuar. Jam i aprovuar. Kam vëmendjen e qiellit. Plani i Zotit do realizohet. Dhe unë nuk do kem frikë fare. Në emrin e Jezus. Amen. Aleluja. Kur gjërat negative lulëzojnë jetën tënde, duhet i kujtoni vetes që ato janë të përkohshme. Aq, mëngjesi ishte. Iku mëngjesi, në drek kape veten. Dhe kjo është ajo lufta personale, shpirtërore që çdo i krishterë duhet ta bëjë me veten e vet. Zoti po ecën përpara teje. Dhe ai është duke drejtuar vendet e shtrenjta, thot Bibla. Ka vende të shtrenjta në jetën tonë? Po. Ka kodra? Po. Ai po i sheshon kodrat, po sheshon malet. Prandaj ne duhet të ecim me Zotin. Bëj si Davidi, me njerë pas luginës e hijes së vdekjes ai tha. Çfarë tha Davidi? Vargu 56. Ti shtron para meje tryezën në praninë të armiqve të mi. Wow. Mund të kesh dëgjuar ti thashë theme, o çfarë më kanë thënë mua për ty? Edhe ti thua, s'kepse thua, po, unë atë. Mos e provë të kot mbron Zoti. Ti thua, Zoti shtron para meje tryezën në praninë të armiqve të mi. Ai vajos kokën time me vaj. Pra, koka me vaj i vajose i televe për t'i mbrojtur nga mizat. Ishin disa miza në shkret të tirë, se po flasim për shkret të tirë, që ishin shumë të rrezikshme që pickonin delet edhe delet ngorthnin. Dhe koka me vaj dhe do të kemi kujdes nga mizat që na vinë vërdall, mendimet negative që na vinë më vërdall dhe na rrezikojnë jetën tonë të shëndetshme me Zotin. Dhe ti thua, Zoti vajos kokën time me vajin frymës shenjtë. Dhe unë jam i mbrojtur. Dhe pastaj kupa ime po derdhet. Ti mund mos kesh fare bukë për të ngrënë, po ti thua kupa ime po derdhet, Zot faleminderit që kupa ime po derdhet. Zot faleminderit që ti ke mbushur kishën tonë plot. Faleminderit që ke mbushur jetën time plot. Me siguri, pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë gjithë ditët e jetës time dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. Një gjë tjetër që duhet mësojmë nga ky psalm është vargu 4, që do të thotë ka depërtim në këtë varg. Do t'ja dalësh, do të fitosh, foli vetes tënde. Ti mund të ndodhesh në mes të luginës, të dëshpërimit, të mërzitjes, të gjykimit, të paragjykimit, po ti po thuash, unë do t'ja dal në emrin e Jezus, se Zoti është me mua. Unë do fitoj në emër të Krishtit. Pse? Se Zoti është me mua. Edhe ti duhet të thuash vetes tënde, ti do të depërtosh. Të depërtosh do të thotë t'ja dalësh, të kalosh në ana tjetër. Prandaj Zoti është me ne në çdo lugim që ne kalojmë. Ai na fuqizon që ne kalojmë nga errësira në pritje. Në jetë ne jemi gjithmonë në pritje të diçkaje. Por pritja biblike nuk është qëndrim pasiv. Është një pritje aktive, e mbushur me besim, me lutje dhe me shpallje të fjalës dhe me shpresë ku tek Perëndia, se ai është i aftë që mund ta bëjë. Kur zemra jonë është e lidhur me premtimet e tij, ne jetojmë në pritshmëri të shenjtë. Dhe ne kemi paqe, pse? Se ai po e bën këtë gjë. Dhe ai do ta bëjë kur? Në kohën e tij dhe në kohën e duhur. Ai e di kohën e duhur, kur duhet të ndodhet.
Prandaj mos lejoni që rrethanat, ndjenjat, simptomat t'ju diktojnë jetën tuaj, të drejtojnë jetën tuaj. Zoti është ende në fron. Çdo premtim që ai ka dhënë do të përmbushet. Fjala e Zotit thotë asnjë armë e sajuar kundër teje nuk do të ketë sukses. Por nuk thotë që nuk do sajohen armë kundër teje. Sepse ndonjëherë ne mendojmë që s'do kemi probleme, harroj këtë muhabet. Nuk tha, nuk do të ndojeni fare. Ai tha, na shpëton nga i liku. I likut i është lejuar që të na ngacmojë. Por ne na është dhënë autoritet që ta sulmojmë. Dhe mbrojtja më mirë kush është? Është sulmi. Nuk është që ne të rim pasiv, jam i mërzitur, nuk më lutet, nuk adhuroj dot, duart në xhepa, këndoj dot. Jo. Ti do të jesh aktiv. Do të shkoj në kish, do adhuroj, do lutem. Dhe atëherë ti ke përpara që Zoti do të derdhi prezencën e tij në jetën tënde. Shkrimi i shenjtë thotë gjithashtu se ti o Zot do ta bekosh të drejtin dhe do ta rrethosh me favor si me një muroj. Dhe kjo është thënë te Psalmi 5:12. Zoti do të bekojë dhe do të rrethojë me favor. Kur ti e lexon të gjë ti thua Zot faleminderit që ti po më bekon dhe më ke rrethuar me favor. Favori yt është mbrojtja ime. Pak rëndësi ka çfarë thonë rrethanat. Pak rëndësi ka se si është jeta në këtë botë. Një gjë tjetër që ne mësojmë te Psalmi 23 është të kemi një shpirt të shëndetshëm. Tani kur flasim për qenie njerëzore, 2 Salonika 5:23 fjala e Zotit thotë që ne jemi frym, kemi shpirt dhe banojmë në trup. Thoni pas meje. Unë jam frym. Kam shpirt. Dhe banoj në këtë trup. Tani Zoti, kur ne kërkojmë falje për mëkatet tona, shpëton frymën tonë. Fryma jon rilindet. Fryma jon merr dëshminë e frymës shenjtë dhe është vendi ku duhet të qëndrojë fryma e Perëndis. Shpeshherë ne i referohemi si zemra ose i referohemi si njeriu i brendshëm. Por gjithashtu ne kemi një shpirt. Dhe shpirti ka të bëjë me çfarë? Me mendimet, me ndjenjat, me vullnetin ton dhe zakonisht emocionet tona, zakonisht problemin e kemi këtu. Pse e kemi këtu problemin? Pse? Sepse ne kemi jetuar një 40 vite, mund të ketë jetuar dikush, një 15 vite, sado që ke jetuar në këtë botë i ke marrë një mënyrë të jetuarit në kjo botë. Dhe po të bisedojmë gjithsecili për një temë të caktuar, le të themi martesën. Gjithsecili nga ju ka një ide që martesa duhet të jetë kështu. Po mbas ajo ideja që ke ti nuk është ideja që ka Zoti në Bibël. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne ti krahasojmë këto gjëra me Biblën. Dhe Zoti përmes fjalës së tij çfarë ndryshon? Ndryshon mendimin tonë. Ndryshon identitetin tonë. Ka shumë njerëz kur unë kam qenë në një shkollë biblike duke predikuar, më thotë dikush e ke pastor, unë kështu jam, ai ishte zënë me gjithë studentët aty. Unë kështu jam, këta duhet më lënë mua që të thashë jo mama. Ti bën kishën çorap kështu. Dhe ti po trajnohesh për të qenë drejtues. Zoti mund të ndryshojë ty. Zoti mund të ndryshojë mua, Zoti ndryshojë Palin. Pali ndryshe do kishte thënë unë kështu jam, me të shpatën ngrinte një ushtri, luftonte perandorin romake. Po jo, ai foli për dashurinë e Perëndis. Zoti ndryshon karakterin ton. Prandaj ti duhet të thuash që unë jam i ndryshueshëm. Dhe Zoti ndryshon dhe mënyrën emocionale tënde dhe time në bashkë, e të gjithëve neve. Ne kemi nevojë të ndryshojmë shëndetin ton emocional. Dhe duhet jemi të qetë, duhet jemi të pashtë, që mos të udhëhiqemi nga ndjenjat e acarimit, që acarimi mos të marrë kontroll në jetën tonë, ne duhet të themi Zot ndërto frutin e frymës shenjtë. Qose ju lexoni Galatasit 5:22, ka një fjalë aty që thotë vetë kontrolli. Dhe
shumë debate lindin nëpër familje vetëm sepse burri dhe gruaja nuk kanë vetë kontroll. Nëse nuk ka njeri, duhet ta ketë tjetri. Dhe ne kemi nevojë që t'i kërkojmë Zot me jep vetë kontroll në emocionet e mia. Numëro deri në 10 para se të flasësh, kur je i mërzitur. Prandaj shumë e rëndësishme që ne të kemi kujdes me mendjen tonë dhe pastaj kujdes me gojën tonë. Mos fol me gjuhën e frikës. Mos fol me gjuhën e shqetësimit, mos fol me gjuhën e sëmundjes, mos fol me gjuhën e mallkimit. Është shumë e rëndësishme të çfarë nxjerrim nga goja. Nëse ajo që ti po nxjerr nuk ndërton asnjë gjë, mos e fol. Gjuha e kritikës që ne kemi mësuar në kohën e komunizmit nuk vlen në kishë. Gjuha e demaskimit, që të hajde ta demaskojmë atë tjetrin se bëri këto gabime, nuk vlen. Cila është arsyeja pse po e thua? Duhet ta them pse për ndërtim. Kështu thot apostulli Paul. Nëse ndërton, okay, jepi gas. Dhe këto pyetje ti duhet t'ja bësh vetë, këtë analizë duhet t'ja bësh vetes tënde. Zoti ty të ka dhënë mundësi, çdo njeriu, çdo individi ka dhënë mundësi që të bëjë selektimin në trurin e vet. Ne duhet të selektojmë. Kur ne lexojmë Biblën, Bibla na mëson si të dallojmë të mirën nga e keqja. Nëse nuk është e virtytshme, thot Filipianët 4:9. Nëse nuk është e drejtë, nëse nuk është e mirë, atëherë mos e thuaj. Është shumë e rëndësishme që ne të qëndrojmë në fjalën e Zotit. Bibla na mëson se rrënjët e hidhura e ndotin jetën tonë. Dhe shpesher problemi është me mosfalje. Kur lutemi në shumë raste, kemi parë njerëz që shërohen kur ata falin. Shpesher kjo ndikon trupin fizik. Pra tham që unë jam frym, unë besoj në Jezusin, por kur unë lejoj që Jezusi të marrë kontrollin mbi mendimet, mbi ndjenjat, mbi emocionet, ai fillon dhe heq dëpon tutje lëndimin, ai heq hidhërimin. Dhe kur ndodhin këto gjëra, ti ndihesh i lirë dhe ti fal. Dhe kur ti fal, Zoti fillon dhe vepron në trupin tënd shërimin. Pra është shumë e rëndësishme që ne ta mësojmë këtë gjë. Lëre Zotin të jetë mbrojtësi yt dhe lëre Zotin të jetë gjykatësi yt. Ai di të nxjerr nga situata që ti mund të kesh rënë. Dhe ai di të bëj ty që ti të përjetosh gëzimin e jetës. Kur zemra jote është e lirë nga hidhërimi, nga frika, shqetësimi, atëherë ti merr forcat e reja. Nehemia tha, gëzimi i Zotit është forca jote. Duhet kuptojmë që gëzimi është forcë, është fuqi. Po gëzimi i Zotit, jo gëzimi të gjërat materiale. Dhe gëzimi i Zotit vjen nga fjala e Perëndis, vjen nga fryma e shenjtë. Bibla thotë që fryma e shenjtë është fryma e gëzimit. Pra Zoti na i ka dhënë gjitha pajisjet neve që ne të mund të gëzohemi. Shumë të krishterë kanë kohë që nuk i kanë fytyrat e gëzuara. Pse? Sepse dy gjëra janë. Bibla dhe fryma e shenjtë. Ne kemi nevojë të ndërtojmë veten tonë. Dhe ndërsa ne ndërtojmë veten tonë, ne duhet të qetësohemi në fjalën e Zotit. Duhet lejojmë që fjala e Zotit të na ndërtojë dhe fryma e shenjtë të sjellë gëzim në jetën tonë. Perëndia e mbush shpirtin tënd. Shpresa ringjallet dhe fuqia e tij fillon të veprojë në çdo fushë të jetës. Amen. Le të çohemi në këmbë dhe le të lutemi. Atë qëllor, unë vim për para teje në emrin e Jezu Krishtit. Me besim dhe me përmirësim. Unë të falenderoj për fjalën tënde që është folur.
Dhe lutem që fjala jote me fuqi nga fryma e shenjtë do të derdhet në mendjen time. Unë ta dorëzoj ty tani. Dhe unë lutem që ti të sjellësh transformim. Unë zgjedh të besoj në fjalën tënde. Për mbi çdo rrethana, unë deklaroj se nuk do të dorëzohem derisa të shoh përmbusjen e premtimit. Zot, fol mbi jetën time. Sot unë vendos të fal çdo njeri që më ka lënduar. Unë heq dorë nga hidhërimi, nga zemërimi, nga ofendimi dhe nga çdo dëshirë hakmarrje. Unë dorëzoj gjithçka në duart e tua dhe kërkoj që ti të shërosh plagët e zemrës sime. Pastroje shpirtin tim nga çdo frikë, nga çdo angth, nga çdo mendim negativ. Më mbush me paqe, me dashurinë dhe me gëzimin e frymës shenjtë. Dhe shkull çdo rrënjë hidhërimi. Në emrin e Jezusit, unë shpall se Jezu Krishti është Zoti im, ai është mbrojtësi im, bariu im, shëruesi im. Unë besoj se ti po hap dyer në jetën time dhe askush nuk do mund t'i mbyll. Unë ushqehem me qëllimin tënd, me planin dhe vullnetin tënd. Zot, përmbush çdo plan në jetën time. Unë zgjedh të eci me besim dhe jo me frikë. Unë zgjedh të jetoj me falje dhe jo me hidhërim. Unë zgjedh të shpall mirësinë tënde mbi jetën time. Në emrin e fuqishëm të Zotit Jezu Krisht. Amen. Haleluja.